Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk duhet t'ju dhuroni këto 8 gjëra sepse sjellin fat të keq. Sipas disa supersticioneve, disa dhurata është më mirë që të mos i pranoni as t'i dhuroni. Disa prej sendeve ose objekteve sjellin fat të keq nëse i dhuroni ose i merrni si dhuratë, nga pasqyra deri te portofoli. Në këtë video do të gjeni disa prej dhuratave që nuk duhet t'i bëni kurrë të tjerëve ose t'i pranoni sipas Feng Shui. Pasqyra. Shumë histori dhe besime mistike të ndryshme lidhen me pasqyrën. Besohet se është një dritare në botën e forcave të errta që sillet edhe me të keqen. Një pasqyrë e thyer është një shenjë e keqe sepse do të thotë se e keqja që është nga ana tjetër do të vijë në këtë botë. Këpucët. Këpucët janë disi të çuditshme të lidhura me rituale të varrosjes së personave që kanë humbur jetë. Personat e ndjeshëm mund të perceptojnë këtë dhuratë si një augur të keq dhe të ndihen të ofenduar. Peshqiri. Ashtu si këpucët, edhe peshqiri konsiderohet një artikull i domosdoshëm i funeralit dhe nuk duhet t'i jepet si dhuratë. Thikë dhe sende të tjera të mprehta. Të gjitha këto objekte tërheqin energji negative, kështu që grindjet dhe skandalet merren me vete në shtëpi. Figura qeramike dhe zogjë të balsamosur. Sipas legjendave, zogjë që fluturojnë rreth shtëpisë parashikojnë vdekjen e dikujt ose një aksident të rënd. Për këtë arsye edhe zogjtë e bukur nuk preferohen si dhuratë dhe konsiderohen si një augur i keq sipas Feng Shui. Në botën arabe, një dhuratë e tillë është një festë për një funeral, kurse europianët besojnë se ora do të shkaktonte një faliment të orës biologjike, prandaj mos e bëni këtë dhuratë njerëzve të dashur. Filxhanët e kafes. Një objekt shumë i përdorur në ceremoninë mortore, filxhanët e kafes nuk preferohen të dhurahen si dhurata peshqeshi. Portofoli bosh. Dhënia e një kulete nuk është ndaluar, por duhet të ketë të paktën një kartë monedhë brenda, përndryshe ajo do të jetë zbrazët. Është shumë e vështirë që të mos i merrni këto dhurata ose t'i refuzoni, sidomos kur vijnë nga një person që e doni. Për të shmangur fatkeqësi që sjellin dhurata të tilla, rekomandohen të bëni disa gjëra si më poshtë. Vendosini dhuratat në krip brenda një qese plastike dhe i lini gjatë gjithë natës. Në mëngjes, e gjithë energjia negative do të jetë zhdukur. Kalojeni dhuratët sipër një qiriri të ndezur të cilin e keni blerë në një vend me energji pozitive, dhe nëse merrni përsëri dhurata të tilla, pranojini ato me buzëqeshje dhe mos harroni se s'mund të merrni një dhuratë negative nga një person i cili ju do. Karriget lëvizëse. A mos lëviz karrigja juaj, apo ishte erra? E sigur thjesht imagjinoni karrigen tuaj të vjetër të lëviz, që lëkundet në errësirë në një dhomë të shkret, do të mjaftonte që të bëni të kuptonin pse njerëzit supersticioz preferojnë karrige që qëndrojnë fort në tokë. Sipas legjendave irlandeze, një karrige bosh që lëkundet është ftesë e hapur për shpirtrat e këqij që të ulen. Nëse një karrige lëviz vetë, është një shenjë se një hije ka zënë vend tashmë në të. Boj muri jeshile. Ky supersticion në fakt ka një bazë të fortë në faktet historike, duke qenë se një herë një kohë boja jeshile mund të ishte edhe e kushtueshme për jetën. Përgjatë gjithë shekullit të 18, bojrat jeshile sintetike bëheshin me një substancë të quajtur arsenik hidrogjen, po arsenik muret me bojë jeshile me letër jeshile mund të lëshonin gazdra helmues dhe disa punëtorë të fabrikave në atë kohë së mureshin dhe humbisnin jetën nga ekspozimi dhe nuk duhet t'i jepen si dhuratë. Orët e prishura ose të ndaluara nuk duhet të bëhen dhuratë tek personat që i doni, pasi ato cilësohen gjithashtu edhe si fat i keq për ju. Tradita e Feng Shui paralajmëron që të mos mbani gjëra të thyera në shtëpi, qoftë ato të cilat i keni marrë për dhuratë. Feng Shui tregon se këto sende mund të sjellin gjithashtu fatkeqësi në shtëpinë tuaj dhe nuk duhet asesi që t'i mbani brenda saj. Sipas besimit Feng Shui, por edhe besimeve popullore, është më mirë të mos i mbani këto gjëra në shtëpi pasi sjellin fatkeqësi ose mbajnë energji të keqe. Këto janë artikuj që konsiderohen veçanërisht të këqij pasi tërheqin grindjen dhe varfërinë. Ora e thyer. Gjërat e prishura mund të hidhen nga shtëpia në përgjithësi dhe ora e prishur në veçanti.
Ato dyshohet se tregojnë për ngjarje fatkeqe në të ardhmen. Derë e zezë. Dera e zezë sjell fat të keq në shtëpinë tuaj, por jo nëse është të thyer edhe nga veriu. Kalendari vjetër. Nëse nuk e keni kthyer faqen në muajin aktual ose vula e datës është në vendin e gabuar, kjo nuk është të mirë, thot një besëmtije e vjetër sipas Feng Shui. Kalendari është simboli i kalimit të kohës dhe nëse e përdori në mënyrë të gabuar, gjoja mund të ndikojë negativisht në jetën tuaj. Enët e thyera. Pjatat simbolizojnë pasurinë dhe familjen. Nëse hani nga një pjatë e reduktuar në mënyrë të pandërgjegjshme, i quaj në probleme në jetën tuaj. Pra, sapo diçka të plasaritet, hidheni menjëherë. Kaktuset e bimëve me gjemba përveç trëndafilave sjellin energji negative në shtëpi. Bimët e thara. Ashtu si lulet artificiale konsiderohen që sjellin fat të keq, ndaj duhet t'i hidhni sa më shpejt nga shtëpia juaj. Gjithashtu, mbajtja e këtyre sendeve në shtëpinë tuaj mund të sjellë gjithashtu edhe energji të keqe. Kur njerëzit arrijnë disa vite pjekuri, ato i kushtojnë gjithmonë më pak vëmendje ditëlindjes së tyre. Shumë njerëz mendojnë se është e kodët të festosh, por aty qëndron një kurth dhe një gabim i madh që bëjnë. Ditëlindja është një ditë e rëndësishme për energjinë tonë. Duhet të jemi me një ditë gëzimi, feste, atmosfere të mirë, një moment kur mund të lidhet edhe me shumë me veten. Kur të zgjoheni, falenderoni për gjithçka të mirë që ju ka ndodhur. Hiqini të gjitha mendimet e këqija nga koka juaj, sepse është shumë e rëndësishme se çfarë lloj gjendje jeni në atë ditë. Në kohët e lashta besohet se ato që rrezatoni në ditëlindjen tënde të rriqnin gjatë gjithë vitit. Konfliktet, emocione negative dhe agresionet janë të papranueshme sepse do të bllokojnë rrjedhjen e energjisë së pastër dhe do ju bëjnë të prekeni ndaj komenteve negative dhe njerëzve toksik. Mos huazoni asgjë tjetër një ditë përpara ditëlindjes suaj dhe në atë ditë. Përndryshe besohet se problemet financiare do t'ju ndjekin gjatë gjithë vitit. Mbroni veten nga komunikimet me njerëzit toksik, por rrotulloheni veten gjithmonë me njerëz të dashur që ju sjellin dashuri dhe gëzim. Mos e festoni ditëlindjen tuaj paraprakisht, besohet se sjell fat të keq. Shmangni të gjitha emocionet negative, por përpiquni të jeni në humor pozitiv gjatë gjithë ditës. Mos debatoni dhe mos hyni në konflikte me të tjerët, por krijoni një atmosferë paqeje dhe energji pozitive në ditëlindjen tuaj. Mos gjykoni njerëzit që janë sjellë me dhurata që nuk ju pëlqejnë, por jeni të sinqert me ta dhe jeni mirënjohës për çdo kujtim që ato ju japin. Legjendat dhe traditat kanë klasifikuar disa objekte dhe zakone që ato i quajnë edhe bruto. Edhe nëse ato nuk ju besojnë për një gjë të tillë ose për energji negative, ne shpesh duam të dimë se çfarë mund të shmangim për dhurata. Shihni 3 gjërat në shtëpi që konsiderohen se sjellin fat të keq. Një kalendar i vjetër ose një kalendar që tregon ditën ose muajin e gabuar, thuhet se mund të ndikojë negativisht në jetën tuaj. Bimët që kanë ferra si kaktusi janë jashtëzakonisht të këqija dhe thuhet se sjellin energji negative dhe fat të keq në shtëpi. Një orë e prishur mund të sjellë edhe humbjen e një familjari sipas legjendave. Të paktën kjo është që njerëzit besuan në shekullin e 19. Nëse doni të keni më shumë prosperitet, atëherë duhet të dini se cilat janë gjërat e duhura që duhet të mbani në shtëpinë tuaj. Nuk duhet të mbani në shtëpinë tuaj gjithashtu edhe pasqyrat e thyera. Shumë histori dhe besime mistike të ndryshme lidhen me pasqyrën dhe besohet se është një dhuratë në botën e forcave të errta që sjell fatin e keq. Një pasqyrë e thyer është një shenjë e keqe, se do të thotë se e keqja është në anën tjetër dhe do të vijë tek ju. Ekspertët sipas Feng Shui këshillojnë që t'i mbani larg këto sende nga shtëpia juaj, në mënyrë që të keni më shumë prosperitet dhe një jetë më të mirë. Vëmendje. Jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video nuk kanë për qëllim që të mundësojnë ndryshimin e besimeve tuaja ose atë që ju mendoni. Kanë vetëm për qëllim të informojnë dhe të mos zhvendësojnë dëshirat ose besimet tuaja, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha mendimet që doni. Vëmendje. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.